Zonja Xama, lidhjet mes kompanisë One dhe Veliajt. Kompania One është një nga klientët më të mëdhenj. Jeni gazetare që ka raportuar vazhdimisht lidhur me aktivitetin e vllajt të Veliajt. Edhe njëherë për publikun, çfarë është kompania Google e Arber Veliajt dhe si shritur ajo në vite? Atëherë, kompania One është një nga klientët kryesor të kompanisë Google në pronësi të zotit Arber Veliaj, i cili është vllai i kryetarit të Bashkisë Tiranës i arrestuar për çështjen për veprën penale të korrupsionit edhe të pastrimit parave. Gjithashtu, SPAK, në dosjen hetimore që ka ndaj zotit Erion Veliaj, është duke hetuar edhe konfliktin e interesit që mund të ketë mes kompanisë One dhe kompanisë Google dhe interferimit që mund të ketë me dy kontrata publike që kompania One ka marrë nga Bashkia e Tiranës, njëra lidhet me monitorimin e online të trafikut dhe tjetra me infrastrukturën e shtrimit të fibrave optike në kryeqytet, kontrata në vlerë të përafërt 1.1 milion euro. Kompania Google ka një historik... Falë minut të bëj edhe për shikusin, po dhe për ne, se kjo është një kompani që ka marrë telefoninë që kishte AMC-ja dikur. Po, dhe më pas bëri dhe bashkimin në përthithje me kompaninë Alp Telekom. Një kompani ungareze, e përfolur në fakt. Është regjistruar në Bullgari me pronar përfitues ungarez, po. Pronarët janë ungarezë dhe ka, është mjaftë se përfolur në dhe është regjistruar në Bullgari. Po, sepse para se të shitej ungarezve, ka qenë në pronësi bulgare, dhe të një shqiptaro shqiptari, po, zoti Guri ka qenë një nga aksionerët kryesorë. Guri kush? Elvin Guri. Elvin Guri, po më kujto. Ta pastaj ja shitën grupit... 4IG. 4IG, po. Atere, si kompania Google tani si shtritur në vite dhe që raport ka kjo me, që të se të mbrim tunë, që ose ka vërtet një gjë, duhet të themi raportet që ka me... Paka shumë është ajo që na bën përshtypje gjithmonë. Në Shqipëri, historitë e suksesit janë gjithmonë ato të njerëzve që janë të lidhur me politikanët ose me rrethin familjar të afër të politikanëve. Nëse shohim fillimisht historikun e kompanisë Google, ajo në vitin 2011 kishte një xhiro modeste vjetore në vlerën 100.000 euro, me një fitim në vlerën 10.000 euro, dhe më pas i është shitur vllait Erion Veliajt, zotit Arber Veliaj, dhe në 2014 shohim një rritje të menjëhershme të saj, ku ka arritur një xhiro mesatare vjetore 3 milion euro, dhe vitin e fundit, vitin 2023, që janë dhe të dhënat nga bilanci audituar që është depozituar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, xhiroja e kësaj kompanie ka shkuar 8 milion euro. Ndërkohë, në vitin 2022, Arber Veliaj ka themeluar dhe një tjetër kompani, që është kompania Google Holding, e cila ofron shërbime për kompaninë Google SHPK këtu në Shqipëri, dhe nëse llogaritim xhiron vjetore që prej momentit që ka marrë pronësinë e kësaj kompanie zoti Arber Veliaj, të ardhurat arrin në vlerën 30 milion euro dhe fitimin në vlerën 4.5 milion euro, si për Google Holding edhe për Google SHPK. Tek pagesat që ka bërë kompania Google ndaj qëndrave dhe zyrës në pronësi të zonjës Ajola Xoza, te Partner Law ka bërë 100.000 euro pagesa, tek kompania Ava Studio, që është në emër të mamasë zonjës Xoza, janë bërë 74.000 euro pagesa dhe 20.000 euro pagesa në drejtim të qëndrës Byla. Po, diçka për çtuar në lidhje me pyetjen që ju shtruat, apo është duke u hetuar kompania Google, po, është duke u hetuar, ose të paktën është duke u verifikuar, sepse një javë ose 10 ditë më parë, ndoshta pak më shumë, Prokuroria e Posaçme u ka nisur kërkesë edhe bankave për verifikimin e gjitha llogarive bankare apo transaksioneve financiare që kompania ka kryer në çdo bankë të nivelit 2 të vendit. Pra që do të thotë që SPAK është duke hetuar dhe aktivitetin apo lëvizjet financiare të kompanisë Google. Po. Atere, pra ka hetim të SPAK-ut për kompaninë Google. Ose të paktën po verifikohen transaksionet apo llogaritë bankare të kompanisë, në bankat e nivelit 2. E thamë që kompanitë kanë marrë kompanitë kontrata publike nga bashkia, e thamë. Po, e sqaruam. E tha Lala. Ndërkohë tani
Bushat të ti si e interpreton këtë gjë? Një kompani, po bisedoni me para se të fillon, kur unë po organizonja si skalet emisioni dhe po bisedoni me një lloj sikur ne dy tani ta bëjmë dhe ne një kompani, marrim tani 100.000 lekë të vjetra të reja sa vjen ato dhe bëjmë dhe befas me njerë të bëhen kaq shumë të shtohen. Nuk i shtoheshin aty në kohë, po i shtohen sa po i vllai bëhet kryetar. Çfarë është kjo tani? Tani ka një gjë që është e qartë dhe ka një gjë që është shumë e paqartë. Ka dhe një. E qarta është kjo. Do të thënë, dihet se çka bërë kompania e vllait Veliajt, si ka përdorur fondet jo vetëm të UAN-it, po edhe të shumë kompanive tjera për të blerë media e kështu me radhë. Kishte media që donte t'ja jepte, kishte media që për arsyet qëndrimeve të tyre editoriale penalizoheshin. Këtu s'besoj se kemi debat, se është një gjë tashmë e din gjithë është e faktuar. Problemi është që ne duhet jemi të kujdesshëm Sigurisht, kjo pjesa e... për mos kaluar në spekulim, në të shkuptim për mos kaluar për spekulim, sepse një njeri që ka qenë në shtëpi dhe ka ndjekur emisionin tonë deri tani, çfarë do thoshte? U shkatrua serveri i UAN-it. UAN-i nuk e raportoi, por UAN-i ishte i lidhur me vllain e Veliajt. Dhe duket, sikur ne e marrim për një fakt të mirëqënë që serverat e UAN-it janë shkatruar për të shpëtuar Veliajin. Ndërkohë që për këtë gjë nuk kemi fakte. Sigurisht. Kështu që... Dhe ato mund të shkatron dhe për një arsye tjetër, mund të ndodhë. O dy gjëra Mund të ketë një problem tjetër të madh UAN-i. Pa e vërtetuar 100% duhet të ndajmë nga njëra tjetra. Po. Pastaj, a ka qenë abuzuese, a është një biznes jo vetëm i suportuar nga pushteti kompania Google, por nga ana tjetër dhe një biznes që ka qenë diskriminues për mediat dhe po t'ishin ata amerikanë të parë mund t'a quanin dhe minues të demokracisë, sepse ti kur i penalizon mediat për vijën e tyre editoriale, atëherë ti krijon një ambient jo të shëndetshëm mediatik. Por sado kritik t'jemi me të dytën, nuk duhet ta lidhim automatikisht me të parën, them unë. Në fakt shush, sepse kompania mund të ketë një hall tjetër të madh. Derisa ose edhe ngjarja mund të Nuk e përjashtojmë, po me aq sa nuk e lidhim. Aq sa dim ne nuk mund të... Me qënë se raportova dhe ta sqaroj, zoti Rakip. Qertë. Nuk u ngrit asnjë pretendim këtu dhe unë thash që prokurorët janë duke hetuar në të gjitha drejtimet dhe do ta përcaktoj hetimin nëse ngjarjet kanë lidhje shkak pasojë. Besoj ishta shumë e qartë edhe në pyetjen tuaj. Kështu që dakord, fshati bëri shumë mirë që e bëri saktësimin, por as unë vetë personalisht besoj edhe të tjerët. Ti bëre një përshkrim. Jo, të lutem, po për ta sqaruar edhe për opinionin publik. Dyshimet fakti që ajo ngjarje është fshehur, ka dyshime të forta për hetuesit.